Pra, uji është një element thelbësor jetik për zhvillimin e jetës, duke u fokusuar në atë rolin primar që e kemi për pije dhe për nevoja higjienike, po gjithsesi ai luan një rol jetik për zhvillimin socioekonomik të vendeve të ndryshme, në nivel botror. Gjithashtu ai paraqet një rol mjaft të rëndësishëm në funksionimin e ekosistemeve, mbajtjen e biodiversitetit e gjithashtu pra një rol të rëndësishëm i cili ndëlidhet me shëndetin e popullatës dhe menaxhimin e shumë smundje ku mos të ishte uji higjienik për përdorim, atëherë do të kishim edhe smundje ndryshme të cilat me të vërtetë do të ishin fatale për njerëzimin. Pra ekzistenca e njerëzimit ndërlidhet. Ka shoqëni që kanë problem qasjen e ujit të pishëm. Po, bazuar në raportet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 2.2 miliardë njerëz ende kanë qasje të kufizuar në ujë të pishëm dhe ujë për nevoja higjienike, 4.4 miliardë njerëz të paktën një muaj brenda vitit kanë kufizime në qasjen e ujë dhe e dim që në bazë të dhënave i kemi 80% të ujrave të cilat dedhen në natyrë pa një trajtim adekuat. Gjithë kjo na bën të kuptojmë lidhur me rëndësinë e masat që duhet të kemi për resurse ujore, lidhur me disponueshmërinë e tij në qasje për pije dhe për nevoja higjienike, ku nga 71% e ujit i cili është në globin ton, vetëm 2.5% bën pjesë në ujrin e ëmbël, cilin ne e konsumojmë dhe shfrytëzojmë, ndërsa brenda këtij 2.5% e kemi vetëm 0.3% që bën pjesë në rrjetrin hidrologjik të lumenjve, pastaj kemi mbi 68% ujë i cili gjendet i deponuar në akullnaja, ndërsa pjesa tjetër është pjesë e ujrave nëntoksore. Pra, kjo vetë fakti këtyre shifrave na bën që këtë ditë sot ta manifestojmë në tematikën që është edhe pjesë e tematikës në kuadër të nivelit botror, që të ruajmë dhe të menaxhojmë më mirë resurset ujore me fokus që të ruajmë akullnaja. Kjo për arsye se një pjesë e madhe e ujrave të mbla gjenden aty dhe ajo pjesë është një farë formë si depozit e cila na siguron jetën tonë dhe brezave të ardhshëm.